1 prill. 2 nga nevojat tona më të mëdha. Kishës së Thesalonikasve në Perëndin Atin ton dhe në Zotin Jezu Krisht. E 2 Thesalonikasve 1:1. Ne si kish jemi në një atë dhe në një Zot. Çfarë do të thotë kjo? Në radhë të parë, fjala atë nën kupton kujdes, mbështetje, mbrojtje, siguri dhe disiplinë. Prandaj të jesh në atin do të thotë kryesisht të jesh nën kujdesin dhe nën mbrojtjen e Perëndisë si ati ynë qellor. Cilësimi tjetër është Zot. Ne jemi në Zotin Jezu Krisht. Në radhë të parë, fjala Zot nën kupton autoritet, udhëheqje dhe zotërim. Prandaj të jesh në Zotin do të thotë kryesisht të jesh nën kontrollin, nën autoritetin dhe nën zotërimin e Jezusit si Zoti ynë suprem. Prandaj Pali e përshëndet kishën e Thesalonikasve në mënyrë të tillë që t'u kujtojë atyre se janë një familje, nën kujdesin e një ati, dhe se janë shërbëtor nën përgjegjësinë e Zotit. Këto 2 përshkrime të Perëndisë si atë dhe Zot dhe si rrjedhim të kishës si familje dhe shërbëtor lidhen me 2 prej nevojave tona më të thella. Secili prej nesh ka një nevojë për shpëtim dhe ndihmë nga njëra anë dhe një nevojë për qëllim dhe kuptim nga ana tjetër. E para, ne kemi nevojë për një atë që të na mëshirojë dhe të na shpëtojë nga mëkati e mjerimi. Ne kemi nevojë për ndihmën e tij në çdo hap, sepse jemi shumë të dobët dhe të cënueshëm. E dyta, ne kemi nevojë gjithashtu për një Zot qellor që të na drejtojë në jetë dhe të na thotë se çfarë është e urtë. Kemi nevojë për një Zot i cili të na jap një përgjegjësi të madhe e domethënëse për ta përmbushur, si dhe një arsye për ekzistencë, disa dobi për mënyrën si na krijoi. Ne nuk duam të jemi thjesht të sigurt nën kujdesin e një ati, sado e çmuar dhe e nevojshme është kjo për ne. Ne duam një arsye të lavdishme për të jetuar. Ne duam që një ati mëshirshëm të jetë mbrojtësi ynë, dhe duam që një Zot i gjithfuqishëm të jetë kampioni, komandanti dhe udhëheqësi ynë në një kaos të madhe. Prandaj, kur Pali thot në vargu 1, ju jeni kisha në Perëndin Atin ton dhe në Zotin Jezu Krisht, mund të marrim prehje dhe ndihmë nga Perëndia. Ai është ati ynë dhe mund të marrim guxim dhe kuptim nga Jezusi. Ai është Zoti ynë.